A je e lirë me 4-7 orë se më të martu bashkë raposi. Duna me këqyrë. Po thu shumë Nora. Valla një koncert e kësha majtë. Me katla, me katla, jo. Edhe pak i kësha shtuar. Bravo Nora. Nora, a mendon, që është një kongë qka, a mendon që kishe mujt me fillu në Darsma me këndu musafire speciale me muzikë popullore, momjet ka kënu popullore, ti e ritme popullore, po kënojmë plot këngëtare që jenë munu me moderne, me hinë treg, edhe mandi kanë dalën, nuk është more, a? Absolutisht, jo. Une ka kohë që e kam një set me këngë popullore që e kënaj shumë mati, edhe në koncertet mija. Po. Edhe në Darsma ka gjithashtu kohë që shkoj si musafire speciale, edhe shumë mirë, po më pëlqen. Do me thonë një të shku dhe në për Darsma si musafire speciale, po do me thonë edhe atë pjesën tonë e hitat e to, edhe në kështu strof, refren, mikrodrop, po edhe me t'ja dhonë një rang kështu të mirë, po dhe me që ato që i ke knuti para 15 e unë e ta pa ta bo një... Po, bravo, po. Ti bilemi pa te bo. Po, live-in që i ke pasë, ndër të parat i e konë që i kneshen e për koncerte, se mësë bjen ta shqipe lefdaj edhin, po ndër të parat që edhe pësi ka pas këngëtar popullore, aty si Noni, Meda, Ermali, kush do që ishin, Nora i kry ke këngët e veta dhe ku t'ja fot keman edhe një ren popullore, se dojnë. Kur s'ko mu hek popullore, janë vjen shumë keq. Se jam i qati zhonën, shumë muzike mirë, zbot, asë një aheng nuk bot pa muzikë popullore. Sigurisht, na jem shqiptar, jemi në Balkan, edhe muzika është që kjo që e kemi, që menoj që është shumë e mirë. A je e lirë me 4-7 orë se më të martu bashkë raposi. Duna me këqyrë. Në kalendar, po. Ketë në zonë me vi që të të lirë, Nora të thënë, jo, la në zonë. Jo, la në nësë deshti. Jo, thash mos po thua e lirë. Për në sen tjetër, pa lirë. A, jo, ose edhe jemë në gjirime. Do me thonë në Darsma? Në Darsma, qështë thash, ka kohë që shkoj dhe po më pëlqen, kjo është puna jonë, kusht në thirë, me knasi, edhe pse jo. U i ki që aty, e ki edhe lyngë se nëse dënë energji, për ndryshe na kishim shku me rubrikën e hepsit, po para se me ardhë rubrika e hepsit që e kemi, më të mirën e kemi një farloj aktrimi aty kena me bo, komu të bo një telefonat, e kuptojmë pastaj, po unë e kësha pas qefiq me të regu një histori qysh